Me Aleksandër Koçi, sulmuesi legjendar të naftarit të vitit 17-18 në një intervistë të shkurtër përpara nisjes në Greqi, ku prej vitesh aty jeton dhe nuk punon, po je në pension. Aleksandër Koçi në Shqipëri dhe në Greqi. Në vitet e vegjëlisë, do i pjesëmarrësisë në naftarin. Diçka për naftarin atyre viteve. Do se për naftarin, tjetë një shumë dhe se këti në ke përve Grecki shamë. Po. Ama do të tini i gjesu. Nuk ishte Sandri ai që do në që mendoni ju e para që shokët, që Argjini, që Keni, që Indien, që Lati, që ta, ai që jam në sotë në kërqet, pata unë do bëj asgjë, ta kuptoni. E dyta, në kohën që unë njëra të luaja në futbol, ka pasu një idhë, pasu të. I paruar, i ndrifë shpirtë. Bashkim Gjeka, Sofo Vasi, e të tëra. Nëse nuk e di mbani mend apo jo, kemi lodhur në ratë në Kosovë, shënime të kohë të tëra në ratë. Ka një histori i futbollistit i Kosovës i ka dhuruar Romën? Po, Mikron, partimi të tëra në ratë. Shok, futbolista që ja dhanë gjithçka, edhe sot e kësa dite, që po flasin bashkë, dhe dita tonë të qonë, tani po bëj me juve, sidomos për ty, po të mëroj që ta dish. Për mua dhe për gjithë sportashin Kuçavar. Në ratë parë për ty, Kuçavar dhe ti kush është Sandër Koçi, edhe kush është tjetër më ratë. Një tjetë që në. Qa duhet të bëjmë, që nuk të njojnë në ty. Ti të pretendojnë? Jo. Se jam në të. Unë dua si Sandër, nuk jam se, e shikoni të këtë është. Unë jam mësus aty. I kam marrë që nga viti parë e deri në viti 4. Përveç mësimit tema kryesor ishte edhe naftare të rrjedhën mësim. Patjetër, ashtu është. Pyesën studentët, po, goli humbur, ky gol i bukur. Kjo nuk është për tu, po edhe në kur ikja në Tiranë që luaj edhe Beja, për shembull, nëse nuk e di, luan Keni, duke jepur në aty. Nuk ka vajtur të vini për të losur atje në atë kohë. Luani vinte dhe mua unë që thosha se Luani njeri në shkollë, se në Francë, në tëra me ratë. Qatë të dhe por erdi këtu më susë në ne, të nuk ishim në edhe me ju, si në zenës, nuk ishim në ata aspekt. Që ishim këta të tjerë ngele, po që është ngele, që është ku? Njeri autobusi po vinë, është koha që shkurtë, ju urojmë shëndet dhe të dimë një tjefi shumë dhe u takoshim gjithmonë. Nga Aleksandër Koçi, dhe gjemë në futbollit të Kosovës,